Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit dhe se çfarë e pret botën dhe ne të gjithëve dhe se ku po shkojmë. Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar zotin Kreshnik Osmani, kreu i lëvizjes Atdheu. Zoti Osmani, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjej. Zoti Osmani, çfarë po ndodh mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit teksa negociatat dështuan dhe tashmë nga një anë përflitet se mund të ketë një përfundim të luftës, pra një deklaratë që ka bërë vetë Donald Trump, dhe nga ana tjetër ka i përpjekje të vetë SBA-ve për dërguar trupa në lindjen e mesme, dhe nga ana tjetër ka dhe kërcënime nga Irani. Pra, çfarë po ndodh në këtë lloj situate ku duket se jemi në kaos? Atëherë, Bardh, fillimisht duhet bëjmë një pakt me dëgjuesit tanë të nderuar dhe dëgjuesit tuaj të nderuar. Në momentin dhe në minutën që po regjistrojmë këtë, jemi duke folur për ato zhvillime që janë duke ndodhur, sepse ndoshta pas një ore kur transmetohet ky emision, gjërat kanë ndryshuar, aq që shpejt është ritmi, aq që shpejt është loja. Pra, unë po shpjegoj atë që ka ndodhur deri në këtë moment. Jemi ora 2:30 pas dite. Pra, të flasim, situata, dinamikat janë shumë të shpejta, ka zhvillime të mëdha, të jashtëzakonshme, të cilat na tregojnë se do të kemi zhvillime të mëdha në orët në vijim apo dhe në ditët në vijim. Ka patur disa deklarata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka patur deklarata nga Irani, duhet kemi parasysh diçka shumë të rëndësishme. Ka 4 parime në Amerikë, në Washington, ka 4 parime tek Donald Trumpi, janë si ato rrathët e shenjës së Audit. 4 rrathët, 4 zerot. 0 uranium, 0 pasurim, 0 raketa balistike, 0 aparatura pasurimit uraniumit. Kjo është ajo që kërkon Trump. Pra këto 4 zerot duhet t'i plotësoj Irani në mënyrë që Trump këto kanë dështu. Pse? Sepse Irani ka thënë ne do t'ju japim heqim dorë nga pasurimi uraniumit për 5 vite, Amerika ka kërkuar 20 vjet. Ndërkohë të tjerë skifterë pranë Donald Trumpit, si Lindsey Graham dhe të tjerë, Amerika kanë thënë nuk presim vetëm 5 vite, por duhet bëjmë diçka më të madhe, sepse pasi të largohet Donald Trump, Irani mund të rikthehet dhe të pasurojë uraniumin. Ndërkohë që janë duke ndodhur këto, është një aktivitet shumë i madh diplomatik që është duke u bërë nga Katari dhe nga shtetet e tjera, Pakistani, Egjipti, Turqia në këto momente, për të parë nëse mund të shtyjmë afatin sadopak të përfundimit të afateve kohore që ka dhënë Donald Trump, që janë 2 javë, por nuk ka rezultat deri tani. Presidenti Trumpi është rikthyer edhe një herë kërcënimeve me stilin e tij, me formën e tij. Ai e di, këtë stil negociatash nuk është i ri për botën, e ka mësuar bota përmendësh, sepse ka shkruar në librin e tij në 1987, kur ka bërë librin Arti i negocimit. I ka shpjeguar të gjitha këto format me cilat ai negocion. Të gjitha këto skema të presionit dhe të bllofit psikologjik i ka shpjeguar. A do të shkojmë në goditje apo jo, këtë do ta shohim. Pikërisht duke mbetur ajo që po ndodh është se kemi mbritur në limitet e kohës dhe sapo të përfundoj 2 javorshi i armpushimit, do të presim, o do të vi përgjigje nga Irani, ose do të kemi goditje sipas asaj që ka thënë Trump. Rrethimi i Hormuzit me luftanijet amerikane dhe bllokimi i Iranit sigurisht ka shkaktuar dhimbje të forta. Bloombergu thotë që Irani ka mundësi të shpëtojë edhe janë 2-3 javë, sepse ka depot e naftës, i ka me naftë, i ka të mbushura me energji, i ka të mbushura me rezerva, por jo më shumë se 2-3 javë. Sepse rrugët alternative të Iranit janë shumë të pakta nëse bllokohet ngushtica e Hormuzit dhe bllokohet eksporti pra i energjisë nga Irani. Nga ana tjetër, Irani në këtë moment ka edhe një problem tjetër, sepse ai
ka bllokuar edhe importet, pra bllokimi i ngushticës Hormuzit ka bllokuar edhe importet nga atje për një Iran, pra dhe kjo e ka bërë situatën shumë të komplikuar për Iranin, deri kur do të rezistojë do ta shohim në orët dhe në ditët në vijim. Trump ka sjell luftaniet, po i çon drejtim të rajonit sërish dhe ka thënë që këtë herë do të shihni diçka të paimagjinueshme. A do të vazhdojë në retorik apo jo, këtë do ta shohim në orët të vijim. Në orët e fundit, në minutat e fundit, Trump ka njoftuar se si ta themi, ka shumë mundësi të shkojnë drejt një marrëveshje paqe, sepse Irani, sipas presidentit amerikan, ka njoftuar se është i gatshëm dhe ka kërkuar me insistim një marrëveshje dhe negociat. A do të arrijnë këtu apo jo? Janë duke ndryshuar te 4-0. Irani është duke i kërkuar që uraniumi i gjendur dhe i pasuruar 60% në Iran të qëndrojë në Iran. Amerikanët duan që të dalë jashtë. Irani kërkon 5 vjet ndalim të pasurimit të uraniumit. Amerika kërkon 20 vjet, sipas asaj që kërkoi të dakordsohej J.D. Vance në Islamabad. Dhe pjesa tjetër është e lidhur me presionin që ka Trump nga brenda Amerikës, veçanërisht nga Lindsey Graham dhe John Bolton, të cilët janë për ndalim të përjetshëm të pasurimit të uraniumit për Iranin. Kjo është situata deri në këto momente, në terma të mëdhenj, në terma taktik, pastaj mund të flasim deri nesër mëngjes. Duke mbetur pikërisht te strategjia e presidentit amerikan Donald Trump, i cili nga njëra anë thotë se mund të shkojmë drejt përfundimit të luftës dhe arritjes së një marrëveshje pas dështimit të negociatave të para, ai ka bërë të ditur të paktën sipas mediave amerikane se do të dërgojë 10.000 trupa në lindjen e mesme. A është duke përdorur në këtë rast politikën nga njëra anë të Kulaçit dhe nga ana tjetër të Kërbaçit, po themi vetë presidenti amerikan kundrejt Iranit? Po kjo është strategjia që është ndjekur prej ditës së parë. Kjo është strategjia dhe duhet ta kemi parasysh. Lufta me Iranin nuk filloi në 28 shkurt. Lufta me Iranin ka filluar në qershorin e 2025-s. Prej atëherë u mor vendimi strategjik për të goditur Iranin dhe steka e Izraelit ishte prej fillimit të luftës goditja dhe eliminimi i liderit Khamenei. Por ishte Donald Trump ai i cili shkrojti në Twitter, shkrojti në rrjetin e tij Truth në Amerikë dhe i tha avionëve izraelit ktheuni mbrapsht, nuk keni për ta vrarë liderin tani. Kjo ishte në qershorin e 2025-s. Ndërsa faza e dytë e presionit të Trumpit erdhi në 28 shkurtin e 2026-s, ku fushata e dytë nisi me vrasjen dhe me eliminimin e liderit. Pra kishte një lloj përshkallëzimi në skemën e negocimit me Kulaç dhe me Kërbaç. Kjo për sa i përket skemës. Tashmë faza e tretë. Pra faza e parë ishte do godasim Iranin pa vrarë liderin, u nisën avionët izraelit për të eliminuar liderin. Trump i nxorri Twitter dhe i tha stop, kthejini mbrapsht avionët izraelit, nuk u eliminu lideri. Lufta e 12 ditëve përfundoi. Erdhëm 28 shkurt, nisëm me vrasjen e liderit dhe të ekipit të tij dhe të shumë liderëve të rreshtit të parë dhe mbritëm në fazën nuk ka më me këtë negocioj atje. Tashmë jemi në fazën e tretë. Po mbarojnë negociatat dhe do shkojnë në goditje ose do të hyjë Kina në lojë. Kjo është ajo që e bën lojën të kthej ose të mos kthej. Irani do të përballet tashmë me inflacion të frikshëm, me zhvlerësim të vlerës monedhës, është duke u përballur me mungesë ilaçesh, ushqimesh dhe gjitha këto. Në rast se nuk ndërhyn Kina drejt për drejti me Rusin nëpërmjet Kaspikut, nëpërmjet rrugëve toksore, të çajnë blokadën e ngushticës Hormuzit ku janë stacionuar USS Gerald Ford dhe Marina amerikane, një pjesë e cilës është nisur edhe nga San Diego, tashmë dhe është në rrugën e saj drejt Somalis, për të qenë në distancë të sigurt nga goditja e Iranit. Pra, kjo është ajo që po ndodh. Në qoftë se Irani e përballon, do të vazhdoj të hedh
si themi, të bëj edhe Irani qëndres të fortë. Irani e di mirë që nuk reziston do të gjatë në qoftë se bllokohet Hormuzi për gjatë gjithë kësaj kohe. Se çfarë plani kanë atje, sot nuk e dihet kush e drejton Iranin. Në fakt, Irani sot është një shtet pa shtet. Pse? Sepse drejtohet në mënyrë të decentralizuar, në mënyrë ku askush nuk e di se si i merr vendimet, pra kanë policentrizëm në vendimarrjen strategjike. Secili rajon sigurisht vendi drejtohet nga garda e revolucionit. Për këtë të jemi të qartë. Dhe ka një personazh që është personazhi i mistershëm, nuk do t'ja zbuloj askush. I vetmi person sot që drejton Iranin është Ahmed Wahidi. Ahmed Wahidi është koka, apo perdja, apo hija që qëndron prapa perdeve dhe që është arkitekti i gjithë kësaj që është duke ndodhur. Ai qëndron pas gjitha negociatave, ai madje ka kritikuar orët e fundit edhe Ahmed Kalibavin, Muhammed Bakir Kalibavin, që është kryetari i parlamentit. Ahmed Wahidi është ai që po drejton, ndryshe nga që pretendohet që është Mujteba Khamenei. Mujtebaja sipas disave mund të jetë eliminuar, sipas disa versioneve më optimiste është gjallë, por shumë i plagosur dhe nuk dihet se ku është. Dhe është Kina ajo e cila nga njëra anë do ta ndihmojë luftën që të vazhdojë dhe të mos ndalet në Iran, por nga ana tjetër Kina nuk do që të lëshojë të lërë shenjat e gishtërive të saj në këtë luftë, sepse nuk do Kina që të përplaset me Amerikën tani drejt për së drejti. Paçka se kjo është e pashmangshme dhe do të vijë një moment kur presioni do të rritet, sepse Amerika nuk po lufton me Iranin. Amerika po lufton për të bllokuar naftën për Kinën. Dhe kjo është e qartë, Kina ka shumë të qartë këtë. Dhe në qoftë se bllokohet Hormuzi, Amerika ka dhe planin B, që është marrëveshja e sekretarit luftës Pete Hegseth që bëri me presidentin e Indonezisë për të kontrolluar ngushticën më të rëndësishme jetike për Kinën, që është ngushtica e Malakës, ndërmjet Malezisë dhe Indonezisë. Dhe rrethimi i Kinës nga paqësori, kontrolli i Malakës, i Hormuzit, i Bab el Mandabit dhe i Mesdheut është pjesë e kësaj strategjie për të mbytur Kinën. Çfarë do të bëjë Kina me Rusinë, tash nuk do ta shohim, dhe si do të lëvizin aleancat në lindjen e mesme, por i formatohen aleancat. Turqia, Egjipti, Pakistani, Arabia Saudite po hynë në një fazë të re të aleancave, sepse e din shumë mirë që ajo që vjen pas Iranit, në qoftë se bie Irani, do të kemi konfigurim të madh të rajonit. Në qoftë se qëndron Irani ka llogaritë të tjera, në qoftë se bie Irani ka llogaritë të tjera. Arabia Saudite ka telefonuar presidentin Trump dhe i ka bërë mbrëm me dije administratës në Washington dhe Pentagonit se duhet patjetër të gjenë një deal, duhet patjetër të gjenë një marrëveshje, sepse Houthët mund të aktivizohen nga momenti në moment nga Irani. Dhe kjo është edhe arsyeja përse luftania e fundit amerikane që është duke ardhur nga San Diego, nga Kalifornia, është duke qëndruar larg Bab el Mandabit dhe duke u fshehur pas Somalis, sikurse pjesa tjetër e USS Gerald Ford dhe USS Tripoli, që janë duke u fshehur pas maleve të Omanit në distancë të sigurt 1000 kilometra nga zjarri iranian. Ndërkohë sauditët i kanë njoftuar amerikanët se duhet të gjejnë patjetër një marrëveshje me Iranin në këtë moment, sepse do të vazhdojnë të paguajnë vendet e GCC-s, vendet e gjirit, Katari, Arabia Saudite, Kuvaiti, Emiratet e Bashkuara Arabe. Shefi i komandës qendrore të forcave ushtarake amerikane ka qenë dje në Bahrein, gjithashtu Bahreini ka qenë mbështetësi apo propozuesi i Këshillit të Sigurimit i planit për situatën e re të krijuar në lindjen e mesme. Për këtë arsye, në qoftë se Irani do të lëviz prap Houthët dhe do të lëviz satelitët e tij në rajon, situata mund të komplikohet, por gjithsesi plani i Donald Trumpit është i qartë, rrethimi i plot i Iranit pa goditur asnjë fishek. Dhe nëse mbaron
ultimatumi, ka thënë tashmë pas 2 javëve, pasit mbaroj tani nuk presim më asgjë, do të hyjmë në fazën tjetër. A do të hyjmë me këmbësori 4800 trupa ka USS George W. Bush që po vjen nga San Diego. Janë dhe trupat që janë në rajon, janë dhe bazat amerikane aty, ka dhe avion ushtarak amerikan që po luftojnë në emër, që fluturojnë në emër të NATO-s mbi territorin e juglindjes së Turqisë, pra në drejtim të Iranit. Do të shohim pastaj se nëse përfundon ultimatumi, do të shohim nëse do të shkojnë në limitet e vijës kuqe në marrëveshje të mundshme, sepse iranianët kanë treguar fleksibilitet në orët e fundit. Këtë e ka njoftuar edhe Donald Trump. Trump e njoftoi edhe dje me atë stilin e tij hollywoodian, siç e din amerikanët ta bëjnë me stil hollywoodi. Hëngri një sanduiç atje porositi nga kompanitë e ushqimeve të McDonald's-it, e priti atë zonjën që ja pruri solli hamburgerin, i tha si mendon ta bëjmë bashkë një konferencë për shtyp, se kam mësuar, tha, që ti je pasuesja ime dhe mbështetësja ime e zjarrt. Mirë, i tha zonja nga shtëpia e bardhë duke hëngur McDonald's, doli dhe tha botës po presim negociatat, pra donte tipte mesazh që mua nuk më ndjen fare se si po shkon, sepse i kontrolloj kartat. Ai kontrollon vërtet aq apo jo? Kjo mbetet për tu parë, por duhet kuptojmë gjithmonë edhe lojën dhe violinën e Tel Avivit, sepse është Izraeli, ai i cili nuk e lejon Trumpin që deri në një farë mënyre, pra arrin të ushtroj presion. A do të vi Irani të përcjell lojën e tij dhelpërake? Iranianët janë të frikshëm në blerjen e kohës, në zvarritjen e bisedimeve dhe në zgjatjen dhe stërzgjatjen e negociatave, që do të thotë iranianët janë mjeshtrat e shkatërimit të nervave të kundërshtarit. Pse e bëjnë këtë? Synojnë që të dy krokodilët, të dy peshkaqenët e mëdhej të kësaj loje që dominojnë lojën, Washingtoni dhe Tel Avivi, të fillojnë të bezdisen nga njëri tjetri, sepse Tel Avivi ushtron presion dhe trysni, Trumpi do një zgjidhje si pas përfytyrimit amerikan, por jo duke i lënë botës të kuptojë se ai diktohet nga Netanyahu apo nga Izraeli. Iranianët përpiqen me dhelpëri që t'i fusin të dy këta elefant në një përplasje për cilës do të përfitojë Irani. Në këtë rast, ai ka kartat vërtet presidenti amerikan Donald Trump, teksa Irani ka kërcënuar se do të bllokojë tregtinë me detin e Kuq, detin e Gjirit, datët e Omanit, dhe në këtë rast mund të çojë një përplasje të madhe ekonomike, pavarësisht se përplasja është duke ndodhur. Dhe nga ana tjetër, ai ka kartat vërtet Donald Trump, teksa Benjamin Netanyahu deklaroi në mes të negociatave se ai do ta vazhdojë luftën me Iranin pavarësisht se si shkojnë negociatat? Këto janë prallat e Netanyahus. Nuk vazhdon dot Netanyahu luftën pa Amerikën. Këto janë histori kot. E pam donte 2 vjet nuk largoi dot Hamasin për 2 vjet, një cop Gaza që ishte një Hamas që s'ishte as shtet asgjë, me tuba hidraulike që i bënin raketat, donte 2 vjet. Nuk vazhdon dot luftën Izraeli pa Amerikën. Dje raportet izraelite nga Haaretzi dhe nga Yedaot Aharonot kanë nxjerrë raportet. Në Izrael kanë përfunduar fondet e luftës, kishin përgatit 12.5 miliard dollar fonde për luftën e Iranit, vetëm në Liban kanë harxuar 9 miliard dollar. Pra kanë përfunduar pjesën më të madhe të buxhetit. Deri ku do të shkojnë? Netanyahu sigurisht është shumë i interesuar që lufta të zgjatet, sepse ka llogaritë e tij politike brenda, por Izraeli pa Amerikën nuk e vazhdon dot këtë luftë. Është e pam edhe në luftën e 12 ditëve në qershor. Është Amerika ajo që dikton lojën, ka një perceptim që është bërë tashmë në rrjetet sociale masiv dhe ka diktu veten në mënyrë kështu pothuajse absolute, është bërë një mit që kanë filluar fatkeqësisht edhe gazetarët ta besojnë, që
Amerika komandohet komplet nga Izraeli, Amerika është nën diktatin e Izraelit, nuk merr frymë Amerika. Jo, ky është perceptimi i gabuar. Nuk drejtohet Amerika nga Izraeli. A ka Izraeli forcë? Ka shumë forcë. A ka Izraeli lob të fuqishëm në Amerikë? Po ka lob shumë të fuqishëm në Amerikë. A dikton vendimarrjen strategjike e Izraeli? Po ka shumë mundësi ta diktojë. A kontrollon Izraeli Amerikën? Kjo është gabim kështu trashanik. Pse? Ja të sjell një fakt të vogël. Vetëm ktheu në luftën e aleatëve, ku bë aleanca e madhe mes arabëve dhe amerikanëve, ku bë koalicioni ndërkombëtar në luftë kundër Saddam Husseinit në 92-shin, operacioni shkretëtira e Saharas, ishte argumenti më i qartë që tregoi qartësisht që Amerika nuk komandohet nga Izraeli, por e kundërta. Pse? Ishte Saddam Husseini ai që ktheu Tel Avivin dhe Haifën në shtet fantazmash, duke goditur raketat Scud mbi Tel Aviv dhe mbi Haifa. Izraeli u bllokua nga Pentagoni dhe nga Washingtoni që të kthej përgjigje. Nuk ke për t'i kthyer përgjigje Saddam Husseinit, i thanë. Dhe ashtu u bë. Pra, duhet të unë i kuptoj njerëzit që bëjnë analiza me dashuri, vdekt Irani, vdekt Amerika, vdekt ky, vdekt ai, po kjo punë nuk funksionon me të vdekme. Kjo ka nevojë për analizë të qartë, të kujdesshme, me fakte, me argumenta, jo me pasion. Ne nuk na lejohet të jemi pasionant. Duhet bëjmë analiza racionale. Për t'ju kthyer asaj që ju thatë, jo, nuk është Amerika që komandohet nga Izraeli. Amerika është nën presionin e Izraelit. Donald Trump personalisht mund të jetë nën presionin e Benjamin Netanyahus për arsye të dosjeve X, Y apo Y. Por jo, Washingtoni është kap nga veshët dhe bllokohet nga Izraeli. Ky është pretendimi i gabuar, i cili është kthyer në mit fatkeqësisht, dhe kjo është për qëllim të mitizimit të rolit të Izraelit, për nevojat të mitizimit të rolit të Mossadit, që shikose Izraeli është zoti në tokë që kontrollon dhe Amerikën. Këto janë pralla që i tregojnë përrallistët e rrjeteve sociale. Ne nuk na lejohet shkojmë aty. Izraeli nuk vazhdon dot luftën pa Amerikën. Amerika nuk kontrollohet nga Izraeli, por diktohet në shumë prej segmenteve strategjike të saj nga lobi izraelit shumë i fuqishëm, veçanërisht nga koka e lobit izraelit, atje Miriam Adelson, pronarja e gazetës Israel Hayom, multimiliarderja që i pësherëtin Trumpit vendimin e tij strategjik. Netanyahu me Mossadin mund të kenë dosje për Trumpin apo për çdo lloj kongresmeni që mund ta diktojnë strategjikisht deri në një farë mënyrë, por nuk kontrollon Tel Avivi, Washingtonin. Ky është pretendim komplet idiot. Po sa i përket kërcënimit nga ana e Iranit për të bllokuar tregtin në detin e Omanit dhe në detin e Kuq, në këtë rast a ka kapacitet, po themi, Irani që ta vendosë me shpatlla pas muri në aspektin tregtar Shtetet Bashkuara të Amerikës? Bardhi, duhet kemi të qartë diçka që ta kuptojnë mirë njerëzit. Ju sapo bët një pyetje kontradiktore në ç'kuptim. A ka mundësi Irani të bllokojë tregtin? Nuk ka mundësi. Irani ka mundësi të bllokojë daljen e energjisë nga Gjiri Persik. Atë e ka bërë dhe ka fuqi ta bëjë. Dhe po e bën. Nuk e ndal dot Irani tregtin, sepse në dalje të ngushticës së Bosforit janë luftanijet amerikane, të cilat kanë bllokuar komplet çdo lloj hyrje dhe dalje në rajon. Pikërisht, prandaj pyetja në këtë kontekst vjen. Në këtë kontekst, ai mund të bllokojë, po bllokon vetveten. Pra Irani do të shkojë në një marrëveshje. Është i detyruar të shkojë në një marrëveshje. A do bëj marrëveshje të mirë, a do bëj marrëveshje të keqe, këtë do ta shohim në orët në vijim. Tashmë në këtë moment Irani është në pikën ku jo vetëm nuk lejon që të dalë nafta nga vendet e Gjirit, po është në pikën ku nuk po merr më importe vet nga deti. Vetëm qofse i merr, ju thash, nga pjesa lindore, nga pjesa e Kaspikut, vetëm qofse e ndihmon Kina
me Rusin që të hapë këto linja atje. Në të kundërt, iranianët do të shkojnë në marrëveshje dhe o do të shkojnë në marrëveshje tani shpejt, ose do të merren vesh me kinezët dhe me rusët të prodhojnë karta të reja presioni dhe ta vendosin Donald Trumpin me shpatulla pas muri, derisa të fillojë shkuli flokët bota, të shkojë fuqia e naftës $150-200 dhe pastaj do filloj Trumpi që të tregoj dhe ai fleksibilitet nga ana e tij. Unë mendoj, jam i prirur të besoj që këta do të luajnë lojën e macës me miun, do të përfitojnë, do përpiqen të blejnë kohë. Irani është ustaj i blerjes kohës dhe i zvarritjes. Ustallar për zvarrit bisedimet janë shkolla numër 1 në botë është Irani. Për ta shtyr, për ta bërë tërkus. Këtë e bëjnë pse? Sepse duan të rrisin presionin ndaj presidentit Donald Trump, i cili nuk e duro populli atje, po ju rrit galonin i çmimit të naftës. Por nuk është vetëm me Trumpin kjo histori, nuk lidhet me Europën, me Indin dhe me Kinën, që janë 3 humbësit më të mëdhenj. Sepse janë tankerat indian që janë bllokuar atje në ngushtisën e Hormuzit. Janë tankerat e Europës, të cilëve Trumpi ka thënë, po deshet naftë, hajdeni zbërthejni vetë, dhe janë tankerat e Kinës. Amerika e do Kinën tavolin, Kina nuk do në tulet tani në tavolin. Amerika po i ngushton lakun Iranit në mënyrë që të shkoj dhe të blokoj Kinën. Ka që është historia, dhe prandaj po e mbyll edhe Malakën mes Indonezisë dhe Malezisë, sepse është duke kërkuar që të blokoj makinerin kineze. 80% e naftës së Kinës shkon në Kinë nga ngushtica e Malakës. Do të detyrohet Kina t'i bie si Magellanit, do të bëjë një rrugë shumë më gjatë me kosto shumë më të larta nëse mbyllet Malaka. Tashmë pasi është mbyllur edhe Hormuzi. Prandaj janë llogari të cilat të bëhen shumë imët. Irani vazhdon të rezistoj, vazhdon të bëj qëndres, sepse ka ende fuqi për të rezistuar. Tashmë kemi hyrë në fazën e rrezikshme. Ushqimi i njerëzve, ilaçet e njerëzve dhe xherrimi i vlerës lekut. Deri kur do të qëndrojë? Ky është vendim që merret në Moskë dhe në Pekin dhe në Pyongyang, në Korenë e Veriut. Këta janë aleatët. Do të ecin përpara apo jo? Do të shkojnë përpara apo jo? Rusia është duke bërë lek tani. Putini është bërë 500 milion ditë fiton dollar. Vetëm nga shitja e naftës, që të mos shmënden tregjet. Deri ku do të shkoj? Mbetet për të parë në orët në vijim. Në këtë aspekt, sa i përket të rezistencës së Iranit, pas vetë Iranit, a fshihet edhe mbështetja kineze, teksa një raport i fundit ka dalë se Irani ka bler nga Kina një satelit spiun të atill që kishte piketuar dhe kishte monitoruar bazat amerikane në lindjen e mesme, nga ku më pas kreu edhe sulmet ndaj tyre. Ndërkohë sot mësohet se presidenti amerikan Donald Trump i ka shkruar një letër presidentit kinez ku i ka kërkuar që të mos e furnizojë me armë Iranin. Në këtë rast, sa është roli Kinës dhe sa përcaktues do jetë ai, dhe a mund të shkojnë përballje direkte mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës? Po, ky zhvillim i fundit është shumë i rëndësishëm dhe ka tronditur Washingtonin sot në mëngjes. Është në fakt ky që ju sapo thatë, është një investigim i bërë nga Financial Times. Financial Times ka njoftuar se ka patur një radar kinez i cili ka shkuar dhe ka ndihmuar Iranin që të godas Amerikën. Dhe kjo që konsiderohet tradhti dhe pabesi e madhe. Pse? Sepse kompania kineze Earth Eye është ajo e cila ka kontraktuar nga Garda e Revolucionit për të bler këtë satelit. Por ku qëndron skema e mahnitshëm djallëzore e kësaj historie? Deri tani CIA, Amerika, Pentagoni nuk kanë bërë asnjë lloj deklarate, por
ajo që ka ndodhur është se EarthEye, kompania e satelitit që prodhon këtë satelit, pra, është kompani pranë qeverisë franceze, por është një kompani tjetër, e quajtur Imposat, gjithashtu shumë pranë qeverisë kineze, e cila ka njoftuar dhe ka nxjerrë marrëveshjen, pra marrëveshja është sekrete sigurisht, është nxjerrë nga investigimi i Financial Timesit në orët e fundit, dhe kanë thënë që Imposati i ka thënë Iranit, ky sateliti që ka marrë do të ishte i përdorueshëm jo duke e kalu satelitin në Iran, apo në përdorim të Iranit, apo radarin. Ka thënë, unë do të ngre satelitin, do të jap shërbimet, dhe unë do të përdor atë në shërbimin tënd. Por do të vendos unë diku ku mund mos goditet nga izraelitët dhe nga amerikanët. Ka shku garda e revolucionit, e ka bler $36 milion. Iranianët më parë kanë pas 2-3 sisteme radarësh, Nur 1, Nur 2, kanë patur gjithashtu edhe disa radarë të tjerë, të cilët e kishin rezolucionin shumë të dobët, fotografim nga 25 metra, erdhi më pas Nur 2 dhe u bë nga 5 metra, dhe radari kinez ishte fotografim nga gjysmë metri afërsi. Kjo e ka shokuar dhe ka trodhlitur Washingtonin, sepse kinezët kanë ndihmuar drejt për drejti Iranin në goditjen e objektivave ushtarak amerikan në Arabi Saudite, në Katar, në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Bahrein dhe kudo në Gjirin Persik. Pra, të gjitha goditjet e precizionit të lartë të Iranit ndaj bazave amerikane në luftën 44 ditore, 45 ditore sot, kanë qenë të ndihmuara nga sateliti EarthEye, i komanduar drejt për së drejt nga kompania Imposat të dyja, kompani pranë qeverisë kineze të lidhur angusht, të cilat e kanë vënë satelitin dhe këtë platformë në dispozicion të gardës revolucionit të Iranit, sektori i goditjeve i armatës ajrore, dhe kanë çuar në ato rezultate, pra në fushinë e Iranit për të goditur. Pra kjo na tregon se ka surpriza loja prapa, sepse ajo që u zbulua sot nga Financial Times është vetëm ajo që ka dalë përsipër. Po çfarë mund të jetë duke ndodhur prapë në terren? Dhe kjo e bën Iranin enigmatik. E bën Iranin të armatosur me karta të cilat nuk kuptohen. Prandaj edhe Donald Trump është duke luajtur me skemën e bllofimit maksimalist, me presion maksimalist, sipas stilit të tij të negociatave që ka bërë ke libri i tij Arti i negociatave në 87-ën. Për këtë arsye do të shohim që dyja palët do të luajnë fort deri në minutat e fundit, nuk përjashtohet një marrëveshje tani shpejt, sepse Trump nuk ka më kohë, do të shkojë drejt midtermit në nëntor dhe është duke humbur vota atje brenda në Amerikë goxha, do ta rikuperoj situatën shpejt. Nëse mbrin në marrëveshje, do të mbrin në një marrëveshje të shpejt, por që gjithsesi nuk do të jetë afatgjatë. Kjo është një betejë e madhe, sepse nuk është një betejë me Iranin, është një betejë me Kinën. Në thesin e gjithë surprizave që mund shohim në vijim, një nga këto surpriza a mund të jetë edhe Turqia, duke nisur nga analizat që bëhen në mediat izraelite, ku Turqia mund të jetë një Iran i ri në aspektin e rolit që mund të ketë në lindjen e mesme, por nga ana tjetër duke u referuar edhe retorikës së ashpër të Netanyahu dhe Erdoganit përgjatë ditëve të fundit. Retorika e Erdoganit dhe Netanyahus është një retorikë e cila me të cilën është mësuar veshi i qarqeve të gjeopolitikës botërore, është përpjekje për të dhënë mesazhe nga Ankaraja dhe nga Tel Avivi, secili prej Ankaras dhe Tel Avivit, secili prej Turqisë dhe Izraelit, po projekton regjistrin e ri strategjik gjeopolitik në botën e re
dhe në një rajon hipotetikisht pa Iranin dhe pa Ajetullahët. Pra, Turqia nuk ka për të shkuar në përplasje direkte në Izraelin tani, po përgatit dhe po mobilizon popullin duke bërë gati atë për çdo hipotezë dhe ka thënë ne nuk ja lëm gjërat rastësive, ne po përgatitemi. Turqia di shumë mirë rrethimin e madh që po i bëhet edhe nga Greqia, Izraeli, Alianca Greqi, Izrael, Francë, britanikët kanë mbritur në Çipro. Ai e di shumë mirë zoti Erdogan që nuk kanë shkuar për të shkuar në buzuk, për të thyr pjata dhe për të hedhur trëndafila dhe të këndojnë këngët e Greqisë. Kanë shku për një mision shumë të madh. Këtu pastaj është një analizë që don nga një orë tjetër. A do të dalë Amerika nga NATO apo jo? Po, do ndalemi edhe te kjo pjesë. Ka dy opsione në Amerikë, sepse Amerika, nëse përplaset Izraeli me Turqinë, Amerika i ka duart e lidhura, sepse është neni 5 i NATO-s. Kur hyn një fuqi e NATO-s në luftë, atëherë hyn e gjithë Amerika. Amerika nuk hyn dot në luftë për sa kohë është NATO. A do dalë nga NATO apo jo? Një nga skifterët e Make America Great Again, një nga skifterët e magës pranë qarqeve Trumpit dhe America First, ka thënë që Amerika do dalë nga NATO, sepse Amerika nuk mundet të veprojë më në rajonin lindjes mesme me duart e lidhura. Unë nuk besoj se shkon ky skenar, por gjithsesi ai e ka njoftuar krerë pranë Donald Trumpit, njerëz skifterët e Trumpit e kanë njoftuar që Trump mund të dalë nga NATO për të çliruar Amerikën nga ngarkesa psikologjike dhe morale që dikton të qenit anëtare i NATO-s, dhe kjo do të bëhet për rrethimin e madh të Turqisë. Turqia e di këtë. Turqia tenton të përgatisë regjistrin e ri gjeopolitik, po pozicionohet, po çon mesazhe në Europë, në Washington, në Kinë, në Rusi dhe në lindjen e mesme. Turqia e di shumë mirë nëse bie Irani, e ka radhën Turqia, e ka radhën Pakistani. Për këtë arsye, Turqia po luan me 3 apo 4 strategji të paktën të dukshme në këtë moment. 1. Po prodhon regjistrin e saj të ri gjeopolitik geostrategjik, duke kërkuar pjesën e saj në një lindje të re të mesme pa Iranin. E dyta, po i përcjell mesazh Izraelit që unë kontrolloj edhe Sirinë, sepse qeveria e Ahmed al-Shara pothuajse kontrollohet nga Ankaraja në 80% e saj, pjesa tjetër është në vendeve të Xhirit. Mesazhi i tretë është afrimi i Turqisë me Egjiptin, Arabinë Saudite dhe Pakistanin për të bërë një aleancë e cila është duke u konfiguruar tashmë, sepse të gjitha palët e shohin dhe e ndjejnë që diçka e madhe po vjen, dhe nëse bie Irani, pa diskutim, do t'i hanë të gjithë një nga një. Dhe mesazhi i katërt është një zëvendësim i butë i prezencës amerikane në lindjen e mesme nëpërmjet një flirti të lehtë me kinezët. Kinezët e kanë gati ofertën për 4 Pakistan, Egjipt, Arabi Saudite, Turqi, por Kina nuk do të përplaset drejt për së drejti me Washingtonin. Pra, kjo është linja ku po luajnë të gjithë. Për të ndalur pak tek rreziku që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të dalin nga NATO, duhet kemi parasysh që kur shkruan Wall Street Journal, duhet ta shikojmë me shumë vëmendje, besoj, teksa sipas një raportimi të kësaj media amerikane, po lëvizet në Europë, ose më saktë Europa po lëviz për të krijuar një NATO europiane, pra me një formulë specifikisht për Europën. Në këtë rast, çfarë pritet të ndodhë me vetë Europën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO-n, por nga ana tjetër ku do të jetë Shqipëria më pas? Do të jetë në NATO-n europiane apo në anën e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Europa ka bërë qartë strategjinë e saj të mbrojtjes, i nderuar. E ka bërë qartë ka kohë. Europa është duke u përgatitur
me strategjinë dhe filozofinë e frymzuar nga Franca, të frymzuar nga Charles de Gaulle, i cili vitet 60 kërkonte shkëputjen e varësisë nga Amerika. Këtë e ka bërë Europa dhe po e bën. Europa po përgatitet për fazën post-Amerikë. Unë bëj pjesë tek njerëzit skeptik, të cilët nuk besojnë se Amerika me Europën do të ndahet, është vetëm një lëvizje taktike momentale për nevojat e tyre strategjike. Besoj se Trump ka nevojë për Europën në qoftë se don të luajë liderin e hemisferës perëndimore. Nuk e bën dot pa Europë. Në qoftë se do të ndryshojnë aleancat globale dhe do të kemi marrëveshje sekrete mes Trumpit, Rusisë dhe Kinës për të nxjerrë jashtë loje Europën, Indinë dhe pjesën tjetër të botës, atëherë këtu ndryshon skema. Ajo që duket në këtë moment është se Europa po bëhet gati për gjitha opsionet. Në Gjermani nuk të lejojnë të largohesh nga Gjermania nëse ke një moshë caktuar, do marrësh leje nga Ministria e Mbrojtjes. Të gjithë janë duke u bërë gati për një përballje me Rusinë në Europë. Kur mund ndodh nuk e dim. Vitet në vijim do të jenë ngarkuara me tensione të mëdha. Në qoftë se Trump del nga NATO, kemi skenarin që ju fola para pak minutave. Në qoftë se nuk del nga NATO-ja, atëherë do të jemi në këto përplasje momentale të cilat kanë qëllim të luajnë të dyja kampet me një skem të caktuar në dukje kontradiktore, por strategjikisht pjesë e të njëjtit plan për të ruajtur hemisferën, dominancën në hemisferën perëndimore të planetit ndërmjet SBA-s, Londrës dhe Brukselit. Ky është skenari 1. Skenari tjetër pastaj, shpërbërja e NATO-s do të sjellë edhe shpërbërjen e Europës. Bashkimi Evropian nuk është e sigurt më nëse do të jetë Union Evropian apo jo. Sa i përket Shqipërisë dhe shqiptarëve, ne jemi midis dy zjarreve, midis zjarrit amerikan, për të cilit nuk heqim dot dorë, sepse e kemi aleatin strategjik, pa të cilin ne rrezikojmë shumë nëse heqim dorë. Nuk bën dot Shqipëria shkëputje të menjëhershme nga asnjë aks, por Shqipëria nga ana tjetër nuk shkëputet dot as nga habitati i tij i natyrshëm europian, sepse është gjeografikisht në Europë. Mesazhi që ka ardhur nga Washingtoni apo që po vjen duke propozuar një general nga më të hidhurit e Amerikës si ambasador në Tiranë është mesazh ushtarak për Europën, për rajonin, për Ballkanin dhe për lojtarët e Ballkanit që po përplasen fort në Ballkan për dominancë. Që do të thotë konkretisht Gjermania, Austria, Hungaria, Rusia, Turqia, Greqia, Serbia dhe Kina po përplasen për dominancën e Ballkanit. Mesazhi është që ne do të jemi fort në Shqipëri. Ne do të jemi me forcë në Shqipëri. Deri ku do të shkojë kjo forcë amerikane? Këtë do ta shohim. A do të miratohet në Kongres, në Senat, ambasadori i ri? Mesazhi është bom që vjen me një ushtarak, me një general që njeh mirë kulisat e lindjes së mesme, njeh mirë luftën, njeh mirë situatat më të komplikuara të sigurisë në botë, flet koreanisht, flet arabisht, flet disa gjuhë të tjera, vjen me pushkë dhe me medalje në gjoks, mesazh i fortë i cili duhet dekoduar, fort. Ky rikthim amerikan nëse ndodh është shumë mesazh i fortë, të cilin do ta dekodojnë menjëherë sapo ambasadori nëse vjen të shprehet dhe të flas fjalët e tij të para. Zoti Osmani, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News, mendime dhe analiza që ju të dashur miqë mund t'i ndiqni edhe në kanalin e Zotit Osmani me të njëjtin emër. Zoti Osmani, faleminderit sërish. Faleminderit, kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.